Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur pranë jush qëndrime dhe lajmet më të fundit apo mendimet në fakt, sepse këto janë qëndrimet mia, janë analizat mia që unë dua t'i ndaj me ju dhe dua të marr mendimin tuaj. Banori që natën e mbrëmshme na fasionoi pak e shumë dhe i dha një lloj ngjyre pozitive shtëpisë, ishte Klodiani, një aktor i Netflixit nga Netflixi në Kosovë, një personazh shumë hiperaktiv, një djalë shumë pozitiv, një buzëqeshje interesante që natën e mbrëmshme i tregoi shtëpisë që unë do të jem shumë energjik, do me thënë mundoshte që të nxjerrën një fëmijë nga brëndësia e tij, unë kështu e pash. Por, gjatë kohës kur ai filloi të darkon, do me thënë darka tradicionale që tashmë është bërë tradit në shtëpinë e Big Brotherit pas çdo prajmi, bëri një veprim që tërhoqi një vëmendje jashtëzakonisht të madhe. Ai këndoi këngën e Gjestit Ku me te ti, një këngë që Gjesti e këndonte në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Tani, edhe Albania. Tani, kjo gjë ndodh për faktin se Klodiani e dije që jashtë shtëpisë së Big Brotherit e ndjekin, e duar trokasin, e duan dhe nëpërmjet Gjestit si personazh që është, ai do të merr një vend të rëndësishëm në zemrën e publikut, apo thjesht rrugtimi i tij mu duk mua që është imitim i Gjestit. Tani, cilët kanë qenë banorët më të preferuar të publikut shqiptar? Banorët më të preferuar kanë qenë banorët të cilët kanë qenë të goditur shumë nga banorët brenda, më thënë një banor i cili ka qenë shumë i goditur brenda shtëpisë, më falni, jashtë shtëpisë së Big Brotherit të shndruar në fenomen. Kanë qenë banorë të cilët kanë qenë vetvetja edhe pse Gjestin e krahasonin me Luizin, e quani një imitim të Luizit, por unë mendoj që Gjesti ishte vetvetja dhe me ato gjestet e veta bëri banorët, bëri shqiptarët që ta duan, do me thënë vetvetja apo imitimi. Klodiani e ka nisur me një këngë të Gjestit, duke e ditur se çfarë impakti ka Gjesti jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Duke i dhënë një ngjyrë asaj shtëpie, por do të shohim se sa do të vazhdon me këtë energji. Në fakt, Hygerta është një banore shumë e zgjuar dhe po përdorë një lloj talenti të bukur që ashtu e heshtur po i vë çunat të shtëpisë në përdorim dhe po bën me çunat të shtëpisë një loj, por unë do kisha dashur të marr mendimin tuaj, sepse unë tek Klodiani që në natën e parë, që në ditën e parë shoh një lloj në fakt strategjie apo një lloj të imitimit të Gjestit. Si e komentoni ju?